Du të mju tut Zotit. Pse du të mju tut Zotit? Esenca e fesë është që na me shikua shpirtin e njeriut që po vjen edhe po përballesh ti me ta. Ti vetë ki me gjetë përgjigjen edhe boshtin e problematikës që te e qujte. Feja kërkon bindje, nëse zbindesh, Zoti ka me dënu realisht, edhe po na friksojnë hoqëllarët, unë kam qenë pja tyne. Du të mju tut Zotit. Pse du të mju tut Zotit? Du të me dash Zotin. Zotin edhe nuk na ka kriju neve me na dënu, po na ka kriju me na dasht, me na dhënë mundësin mu zhvillu, me u bo ma të vetëdijshëm, mu ndërgjetësu. Feja është ndërgjetësim. Ja, du të mju tut Zotit, du të mju friksu Zotit, na kanë shtil mere. Le që jem tut në fmini, tash edhe kur jem rrit, feja na ka përforcu qatë traumën dhe më tepër. Që veç me tut arrijen gjana. Nuk duhet ashtu. Feja nëse kesh kuptohet neurozat edhe psikozat i rritë edhe mundet me shku deri te Zotin arruj deri te një çrregullim. Prandaj duhet me pas kujdes ata të cilët flasin emën të fesë dhe shpjegojnë fen me ditë çka po prekun, ku po lindojnë edhe apo bojnë më mirë, a mos po bojnë diçka më keq. Është shumë e rëndësishme që ke pikë. Sa është e vështirë ose e lehtë? Për shembull, një klient hajde që pëzojmë unë në këtë rast. I përkas mbasi unë i përkas fesë muslimane, por po e zom që jam fe krejt tjetër. Katolike, ortodokse, që nuk ka të bëj me muslimanizëm, edhe po vi si kliente te ju në psikoterapi. Cili është dallimi që e praktikon, ose sa ta ndihmon, ose ta vështirëson punën, drilon nëse unë vi dhe kam një problem, shumë probleme dhe nuk po e gjej veten aty mbase ku po mendoj që jam. Edhe besoj krim diçka tjetër, jo në islamizëm, jo në muslimanizëm, çfarë e parashe feja islame. Cila praktika që mund të bëjmë me ta? Asnjë dallim. Sepse psikoterapia, pa edhe realisht edhe esenca e fesë është që na me shikua shpirtin e njeriut që po vjen edhe po përballesh ti me ta. Nuk ka rëndësi feja që ti e praktikon, besimi që ti e ndjek, ose konceptet e tua filozofike, njehet që ti i ki. Nëse ty po të bojnë sens edhe po të bojnë mirë, vazhdo të ndjekësh ato. Nuk është detyra jemja me të kallëzu çka duhet me besu ti edhe çka duhet mos me besu. Sepse na në psikoterapi nuk imponojmë gjana, nuk japim fetva, nuk japim as këshilla. Unë nuk jam këtu me të kallëzu ty çka duhet ty në jetë. Ti vetë ki me gjetë, me një reflektim që ti ke me bë, me një mbështetje që ki me marë, me një vëdësim që ki me arrit, ti vetë ki me gjetë përgjigjen edhe boshtin e problematikës që te e qujte. Pra nuk është të jam me gjyku asnjëherë, absolutisht. Kam ndalu me personalisht, moralisht, edhe fetarisht me gjyku njerëzit. Me bë dallimet e tij. Jo, sepse ato dallime nuk realisht na kur bëjmë dallime, edhe kur nuk e pranojmë se me thonë tjerët, na nuk e pranojmë një pjesë të vetes tonë. Sepse ajo që është jashtë është një pasqyrim i asaj që është mbrana.